Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahun ala rasul ala abdrujmë, qëmë salavat dhe salam me pejgamberit e ti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes, shokëve dhe të gjithë atyre besimtarë musliman që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me sunetin e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar, po filloj me dersin e sontit inshallah me lejen e Allahut. Sot biidhnillah do të fillojmë ta shpjegojmë vitin e 10 hijretit dhe ngjarjet të cilat kanë ndodhur në këtë vit. Viti 10 hijretit, pra siç e dimë, është viti i fundit. Në këtë vit ndron jetë edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka fundi. Karakteristik është se nuk ka ndonjë zhvillim të madh përveç kujt haxhit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që njihet sikurse haxhi i lamtumirës. Janë disa ngjarje jo shumë që kanë bën ndonjë zhvillim që përmendet në histori, por do të me pas parasysh se në këtë vit ka qenë ajo koha edhe fundi i jetës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, andaj edhe në këtë kohë janë transmetuar shumë prej haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që janë eksese ose ngjarje mbrana Medinës, jashtë Medinës, mundet me qenë të vogla, mirë po përmenden në për librat fikut dhe nga to nxirren rregulla, dispozita të ndryshme. Prandaj neve sot do të flasim rreth disa ngjarjeve, pra që nuk janë shumë të jashtëzakonshme si ndodhi, po ajo çfarë përmendet apo përcillet nga këto ngjarje, hadithet, janë shumë të njohura ndoshta edhe për juve, po ndoshta edhe në përgjithësi për jurisprudencën islame, nga to nxirren rregulla, dispozita të ndryshme. E para është parafërsisht në muajin e 4 pra të vitit 10 hijretit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e dërgon Khalid ibn Walidin si ekspedit, me një ekspedit ushtarake për në Nejran, që ishte tek një fis që e udhëhiqte Harith ibn Ka'b. Nejrani e kemi përmendur edhe më herët që ka qenë kryesisht i krishter, dhe disa fise kanë patur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe kanë bërë marrëveshje. Kemi treguar edhe debatin edhe diskutimin, dialogun që kanë bërë mes vete në vitin e delegacioneve kur kemi fol, vitin e 9 hijretit. Kjo ishte do thot një dalje pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ju e keni parasysh, Nejrani ka qenë në poshtë, domethënë afër Yemenit. Tash konkretisht është qyteti i fundit i Arabisë Saudite, pastaj vjen do thot kufiri i Yemenit. Aty gjendet. Faktikisht në përgjithësi arabët të cilët kanë jetuar poshtë, me thonë në pjesën jugore ose juglindore, që i bjen pjesa e Yemenit edhe poshtë në përgjithësi pjesa e Bahreinit, pastaj Emiratet tash gjeografikisht, në këtë pjesë nuk ka pas ndonjë ballafaqim ushtarak të madh. Këto janë kanë sporadike, thjeshta, që nuk kanë zgjatë, kryesisht shumica e tyre kanë pranuar Islamin me vetdëshirë, edhe pse ka pas banor shumë, edhe kanë qenë zhvilluar edhe kulturalisht, edhe në aspektin e civilizimit, edhe në aspektin e mundësive. Pra arsye se Jemeni ka një histori shumë të madhe, kemi përmendur në fillim, faktikisht edhe në Hijaz, pra në krahinën në cilën gjendet Mekka dhe Medina, shumë prej banorëve kanë qenë të ardhur prej këtij vendi. Pra ishte do thot një vend shumë i pasur, edhe ka pas në të kalumen, o kanë edhe një pozicion që e ka pas edhe në atë kohë Etiopia ka qenë perëndëri, e ka pas një pjesë edhe të Yemenit, të Abisinisë në atë kohë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, muslimanët pra nuk kanë pas problem me këto fise, pra shumica e tyre kanë ardhur, janë pajtuar me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, shumica dërmuese kanë pranuar Islamin, edhe prandaj edhe i ka lavdruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, posaçërisht banorët e Yemenit. E kemi përmend këtë atë lavdrim që ka bërë që imani i Yemenit apo imani i banorëve të Yemenit është iman me plot kuptimin e fjalës. Ajo pjesa lart që i bjen prej Medinës e të lart, që i bjen ajo koha pjesa veri perëndimore,
pra pjesa para se me shku te Shami, aty ka pas banor arab, prej tyre ka pas shumë krishter, po edhe pagan, ata kanë qenë më të eger edhe kanë rezistu, edhe kanë tentu edhe me e luftu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe kanë qenë më arrogant. Dhe ky është dallimi mes dy anëve, kurse ajo synimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë pastrimi i kësaj suidhese në përgjithësi nga mbeturinat e shirkut në përgjithësi. Prandaj edhe ky ka qenë synimi i tij, ka filluar me Mekën, Medinën, Taifin e kështu me radhë. Prandaj edhe kur është kthy është filluar pra viti i 10 i Hijrit, ka shku që të siguroj që mos krijohen aleanca edhe kundërshti ndaj islamit në përgjithësi. Prandaj e dërgon Khalid ibn Walidit edhe pra ishte tekfisi i Banu Harith ibn Ka'b në Najran dhe e kishte porosit që të shkoj t'i thret në islam. Pra nëse pranojnë marrëveshjen në rregull, nëse pranojnë islamin edhe kjo është në rregull, por nëse rezistojnë atëherë në këtë rast pra të luftohet, përndryshe tjetë opsioni i fundit kjo. Edhe Khalidi kur arrin atje dhe ecë sipas urdhrit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i thret në islam edhe ata pranojnë islamin. Faktikisht kishin njohurin, nuk ishte diçka e panjohur për ta, për shkak të lidhjeve në përgjithësi dhe tash veç se islami kishte filluar me u shpërnda dhe e pranojnë islamin. Edhe Khalidi ju bashkohet atyre dhe qëndron një kohë edhe tash nuk din çka me bë, a mu kthy, a me ndajta çka me bë dhe i shkruan letër pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i thotë që këta e kanë pranuar islamin, çfarë të bëj tash? A të vazhdoj, apo të kthehem, apo si të veproj? Atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i thotë merr një grup prej tyre, edhe hajde me ta, edhe kthehu. Edhe merr pejgamberi sallallahu alajhi wasallam një grup prej tyre, një delegacion me një fjalë, në krye me Qais ibn Husein, ka qenë udhëhesi i atij fisi në atë kohë, edhe ata vinë te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe qëndrojnë disa muaj për me mësu mësimet islame. Dhe kjo ka qenë ajo qasja e në përgjithësi e fiseve, i kanë dërguar njerëzit një grup të caktuar njerëzve, kryesisht pari ose njerëz të ndryshëm, edhe kanë shku te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kanë qëndruar disa muaj, i kanë mësuar ato gjërat elementare të fesë, pastaj janë kthyer dhe ja kanë mësuar fisit vet. Kjo ka qenë ajo veprimtaria shumicës së fiseve të cilat e kanë vizituar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Kur kanë ardhur, kanë qëndruar deri në Sheval parafërsisht te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pra kanë kaluar edhe Ramazanin aty, edhe kanë mësuar pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe ajo çfarë transmetohet nga gjërat është që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka pyet ata, për arsye se ky fis në Najran është njoft që i ka qenë fis i pamposhtur. Me një fjalë kanë qenë bajage azgana edhe në beteja nuk kanë humbur kurrë. Kështu e kanë pas atë, çuç më thon, civil atë historikun e arritjeve të tyre. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i thotë se me çfarë i keni mposht armiqtë e juaj, do thotë si ja keni arrit tash në biseda të ndryshme, ka vetë si ja keni arrit me dal gjithmonë fitimtar. Atëherë ata në përgjigje kanë thonë na bashkoheshim dhe kur nuk u përçajshim. Domthonë gjithmonë kemi qenë të afërt edhe të bashkuar në vete dhe nuk fillonim luftën kundër askujt me padrejtësi. Domthonë nuk ishim sulmues padrejtësisht dikujt mi plashkit ose mi marr diçka, kemi qenë të drejtë ndaj të gjithë. E kur jemi sulmu, atëherë e kemi largu sulmin duke qenë bashkuar mes vete. Atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ua aprovon këtë, thotë të vërtetën e thatë që vërtet këto karakteristika dhe këto cilësi janë gjëra që vërtet shoqërinë e shin përpara. Pra mos më qenë zullumçare se shoqëria, pra mos më kanë zullumçar mes vete edhe ndaj të tjerëve, edhe gjithashtu ai bashkimi, këto dyja e bëjnë pra që të jetë një shoqëri përparimtare edhe me qenë e pamposhtur. Edhe prandaj edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra ua aprovon këto karaktere dhe këto vërtyte të tyre, edhe më pas e emran udhëhes të tyre këtë Qais ibn Huseinin, edhe kthehen, i urdhron mu kthy te populli i tyre dhe mi mësu ato gjëra që i kanë mësu. Janë kthy, thuhet në disa transmetime në Sheval, disa transmetime tjera thuhet që kanë deri në Dhulqa'de, që i bjen edhe një muaj më shumë. Sidoqoftë, ajo që ka kuptojmë nga kjo ndodhi në përgjithësi është se si
pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pavarësisht vërtyti është vërtet. A është prej jo besimtarëve apo domthon diçka që është e mirë edhe me kon, mos me kon, që më thon, vjen prej dikujt tjetër që s'është musliman, ajo pranohet, edhe është diçka e orienton Islami edhe ta udhëheq edhe të drejton ka ajo. Pra, kjo ishte do thot ajo çka përfitojmë nga kjo, pra dy virtytet, bashkimi edhe largimi i zullumit, pra janë dy virtyte që vërtet shoqërinë e çojnë përpara. Pas një kohe, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u dërgon atyre edhe një njeri që e ka pas emrin Amr ibn Hizam, Amr ibn Hazim. Kështu njihet ky sahabi, edhe e dërgon atë që mi mësu, pra me vazhdu mësimin edhe ndjekjen e fesë, ju shkon atje mi kuptu, po domthon çështjet që ndërlidhen me fen, në përgjithësi Kur'anin, Sunetin e kështu me radhë, dhe gjithashtu në histori përmendet që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam atyre u shkru një letër bajagit gjatë, në cilën sqarohen disa gjëra të rëndësishme, domthon disa pika, disa parime thelbësore të Islamit në përgjithësi. Në historinë islame përmendet kjo letër tërësisht, pra ka mos pajtim në zinxhirin transmetuesve. A e keni parasysh, nuk është zinxhiri shumë i fortë, pra Ibn Hishami e përmend në sirën e tij, gjithashtu edhe Nesai e përmend pjesë nga kjo letër e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që u ka dërguar këtij fisi së bashku me Amr ibn Hizamin. Po ajo që është e veçanta është që këtu përmenden edhe rregullat e ndarjes së zakatit, posaçërisht zakatit të bagtive. Domthon që në dele sa, nëse janë 30 dele sa, nëse janë lop, nëse janë deve, pra detajzohen në formë do thotë qartë, edhe fukahat në përgjithësi kur i trajtojnë rregullat e dispozitat e zakatit i kthehen kësaj letre. Pra letra që thash si sened i transmetimit nuk është do thotë në derexhen e Buhariut, Muslimit, apo pra nuk e arrin shkallën e vërtetësisë së plot. Megjithatë, pasi ka qenë e shkruam, fukahat pra e marrin edhe mbështeten në të, për arsye se sqarohen disa pika, prandaj edhe në librat fikut shpesh herë përmendet. Në thonë kitab Amir ibn Hizam, libri që letra që ja ka dërguar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nëpërmjet Amr ibn Hizamit banorëve të Nejranit. Kështu njihet, edhe pra është referencë bajagi e njohur në librat fikut. Prandaj edhe i referohen kësaj vazhdimisht. Pra edhe kjo është domthon një nga ngjarjet që përmenden në këtë vit që ka ndodhur. Pastaj prej ngjarjeve të tjera është që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e dërgon Ali ibn Abi Talibin te fisi Banu Madhhij. Edhe kjo është do thot nënën e Yemenit, edhe kjo është një fis i Yemenit, e dërgon atë, edhe faktikisht ky Banu Madhhij nuk dihej çka është gjendja e tyre. A janë kundër muslimanëve apo janë do thot janë bashku muslimanëve. Prandaj edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e përcjell Aliun radiallahu ta'ala anhu, ekspedit ka dal Aliu, nuk ka dal do thot vetëm pra me një grup ushtarësh, e përcjell pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe i thot shko thot deri të zbresësh në territorin e tyre, në vendbanimet e tyre, pra afrohesh, edhe thot para se me vazhdu tutje ndalo edhe lajmëroj edhe thirrjen islam. Nëse ata të përgjigjen, atëherë kjo është e mirë, edhe vazhdo tutje. Nëse ata të refuzojnë edhe insistojnë, atëherë edhe fillojnë me të luftu, atëherë ti përgjigju me kundër sulm. Kjo ishte do thot kërkesa e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe insiston pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot pasha Allahun, edhe kjo është transmetuar në disa raste tjera, thot që Allahu të udhëzoj përmes teje një njeri të vetëm është më mirë për ty se gjithçka domethënë që ekziston në këtë tokë, apo gjithçka që lind diellin në të. Pra, kështu e ka këshilluar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe ka treguar sa është e rëndësishme edhe sa është e vlefshme për muslimanin që mu bë sebeb për mu udhëzu një njeri përmet tij. Prandaj edhe kështu vepron edhe Aliu radiallahu ta'ala anhu, ju afrohet atyre dhe i thret në islam, mirë po ata fillimisht refuzojnë,
jo vetëm se refuzojnë, po fillojnë të sulmojnë me shigjeta. E keni parasysh që nga pozicionet e tyre fillojnë me i sulmu muslimanët me shigjeta, edhe kur e shohin do thotë pejgamberi sallallahu ky Aliu radiallahu ta'ala anhu që ka rezistim, atëre e organizon një grup të ushtarëve edhe ju kundërpërgjigjen atyre edhe i zbrapsin. Pra i zbrapsin shumë lehtë. Për arsye se nuk ishte do thotë një organizim i mirëfillt, këta kishin aftësi muslimanët në këto reagime dhe prap Aliu ndalet. Edhe ju jep afat 3 ditë. Edhe qëndron pra nuk sulmon, pas 3 ditë prap i lut edhe i thret Islam, edhe ata pranojnë. Edhe të heqin dorë nga rezistimi edhe nga lufta, edhe e pranojnë Islamin edhe futen në Islam. Edhe kjo është domosdoshmë ndodhia çka përmendet, dhe e veçanta e kësaj është ajo çka pse e përmendëm faktikisht, edhe kjo është arsyeja. Ndoshta i kujtohet ma herët e kam përmend një libër që është përkthyer në gjuhën shqipe për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që ka shkruajtur një orientaliste angleze, duket e ka emrin Karen Armstrong, çështu diçka e kam lexuar atëherë kur kemi fillu shpjegimin e sirës, ka botu shtëpia botuese Koha. Është një libër që faktikisht flet për personalitetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ka bërë një version në bazë asaj që ajo nuk është muslimane ajo, pra nuk është muslimane, po e ka studiu Islamin, pra orientaliste, dhe ka bërë një version të sirës, si e ka pa jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kryesisht nëse flasim për aspektin e personalitetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam e ngrit shumë lart, mirë po në disa aspekte versioni i tij tregon sikurse e paraqet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam arsyeja e zgjerimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam apo thirrjes që ka bë, kanë qenë do thotë synimet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kanë qenë synime politike, që më shtri shtetin edhe me i shti do thotë në sundimin e tij, me u bë një lloj udhëhesi edhe një lloj mbreti politik, që faktikisht po e shohim edhe nga ky rast që nuk ka qenë synimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kjo, për arsye se insistimi i tij ka qenë shpërndarja e fjalës, edhe shpërndarja e Kuranit dhe e Islamit tek njerëzit në përgjithësi. Edhe në këtë mënyrë e shohim se si insiston Aliu që mundohu thirrri, diskuto, për arsye se ajo thirrja është do thotë kur afrohet, vjen delegacioni, korrierët ulen udhëhesit, bisedojnë dhe thot mos kërko çish më thon stabilitet politik ose marrëveshje politike, po thirrin Islam. Edhe kjo ka qenë edhe çësia e Aliut radhiyallahu ta'ala anhu, edhe ka arrit të thot me këtë thirrje që ata të pranojnë. Dhe e shohim që vazhdimisht në çdo rrethon, në çdo situatë nuk ka dashur me marr udhëhesi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, sikur që e kemi përmend edhe në rastin e delegacionit kur ja kanë pru zekatin e tyre Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në Medinë, ka thonë ktheheni edhe shpërndajeni tek populli juaj. Pra nuk ka qenë synimi as tek arritja e pushtetit, as tek pasurisë, po vetëm me e përhap Islamin. Prandaj edhe në këtë rast e shohim që ky ka qenë synimi, jo ndonjë synim tjetër. Prandaj edhe kështu ka ndodhur, pastaj e kanë pranuar Islamin edhe ka qëndruar një kohë Aliu radhiyallahu ta'ala anhu te ta, pastaj edhe është kthy. Prej gjërave që përmendet në këtë vit është edhe në Ramazan, pra të këtij viti, në vitin e 10, vjen edhe një person që njihet si shok i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e ka pas emrin Xherir ibn Abdullah al-Bajali. Ka transmetuar pra disa hadithe nga ky, pra bajagjën të njohura. Edhe ky vjen me 150 burra nga fisi i tij, edhe ky është prej anës të Yemenit, vjen te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e pranojnë Islamin, pra kjo ka të bëjë me delegacionet që kanë ardhur, po kjo ka ndodhur mas vitit 9, pra në vitin e 10, edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe për këtë njerëz ka paralajmëruar. Ka thënë do t'ju vijë nga ky shteg një njerëz i më i miri i Yemenit. Pra kështu e ka lavdëruar, më i miri i Yemenit, dhe në fytyrën e tij ka gjumë fisnikrie. Kështu e ka paralajmëruar para se me ardhur. Dhe kur ka ardhur, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka prit shumë mirë. Ka qenë prej fistikëve, udhëhesve të fisit vet, e ka prit, e ka nderuar, edhe i ka dhënë pozitë, e kam fjalën kur e ka ul, e ka nderuar në përgjithësi, prandaj edhe dobia që marrëm në këtë kontekst është që vërtet
Në islam, nëse një udhëhes ose dikush që ka familje, ka respekt, ka histori, e kështu ka një lloj arritje, nderohet edhe nuk ka të keqe edhe pra e ka pranu islamin, pra nuk është që me thonë jo musliman tash janë barabarti e ke pranu islamin tash ti. Pra, nuk ka të keqe me nderu, sikur që nderohet më i vjetri, sikur që nderohet, pra nderohet edhe ky njeri që ka arritje apo është do thotë i respektuar fisin e tij, një ashtu edhe ti me respektu në bazë të kësaj natyre. Po jo që kjo me qenë arsye që me i bë zullum dikujt tjetër. Sikur që është rasti ose tash si pse është ndonjë fisi ose është do thotë ndonjë pra ka një lloj personaliteti, nëse e bën ndonjë gabim ose ndonjë haram, e kom fjalën ndonjë krim apo diçka ti tash më ja fal atina. Jo. Qysh ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe Aisha me kon vajza jam, e bën krimin, do të më pagu, apo do të më lan dënimin. Pra jo me te i kalun këtë rast, po është fjala aspektin e bontonit edhe mirësjelljes, mu sjell mirë, me ja gjet venin, me ul do thot me respektu, pra me dallu pej të tjerëve me respekt. Pra mos me kon sikur njerëz të tjerë të thjesht, po jo me ngrit në atë nivel që pastaj me i bë zullum dikujt tjetër. Edhe kjo është ajo çish më thon balanci që na mëson Islami në trajtimin e njerëzve. E sikur që e dini atë rastin e Omerit radiallahu ta'ala anhu, kur ka ardhur ai prej fisit që ka qenë bret edhe e ka duke bë tavafin, kjo në kohën e Omerit duke bë tavafin kur e ka shkel, kur i ka mshu shuplak, e dini rastin. Edhe çka kur ka ardhur Omeri ka thonë që ja ke hi shuplak, do të më të kthy kjo. Edhe çka ka bëj u kthy. S'ka dash me pranu, a? Ka thonë më jep afat deri nesër edhe nuk është tërhek, ka dalë për islamin për arsye se s'ka dash me ul veten që një bedevi më mshu me marr hak prej tij. E keni parasysh. E tash që kjo është ai niveli që na mëson Islami. Pra respektohet njëri i fisit ose udhëhesi ose dikush që është, po jo tash respekti i tij me ardhur në atë nivel që me i bë zullum dikujt tjetër. Jo. Këtu do të thonë ndalet. Këtu do të thonë në zullum të gjithë janë të barabartë edhe nuk ka drejt dikush me e shfrytzu pozitën e tij me i bë zullum tjetrit në përgjithësi. Pra kjo është ajo çka na mëson bontoni Islam në përgjithësi, mirësjellja deri në nivelin e mos me ardhi tek padrejtësia edhe zullumi ndaj dikujt tjetër. Gjithashtu vjen edhe një fis që kryesisht kanë qenë pe këty prej qëti Gjerir bin Abdullah al-Bajali, pe këti, kanë ardhë një fis tjetër, edhe këta kanë qenë prafërsisht 250 burra, edhe vinte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me emsu islamin. Pra e pranojnë islamin edhe me nejt e pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me mësu, edhe ata kur i pyet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kush jeni ju, thojnë na jem prej fisit Ahmes. Edhe na jem Ahmes të Allahut. Fjala Ahmes në gjuhën arabe, nëse dojmë përkthy, ka kuptim një lloj fanatizmi ose një lloj teprimi, një lloj ashpërsie, e kam përdorur si në aspektin e domthonë pozitiv sipas tyre, po në nivel pak ma ekstrem të praktikimit të fesë në xahiliet. Edhe ky fis është njoft me këtë noftë, me thonë kushtimisht. Domthonë që Ahmes pra njerëz që janë fanatik, do thotë devotshëm, pra edhe që ka nuancë të teprimit. A e keni parasysh? Edhe kur kanë ardhur i kanë thënë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, na jem tash Ahmes të Zotit. Pra domthonë që ata fanatik të Zotit, atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u ndryshon, thotë ju sot jeni të Allahut. S'ka nevojë me kon të ashpër me çat nuancën e teprimit, apo për arsye se neve Islami na mëson këtë mesaterin. Prandaj edhe ua ndron emrin, edhe ka raste të tjera që nëse dikush ka pas një emër që ka pas një kuptim jo të mirë, ja ka ndru. Për arsye se në Islam ndiqet ajo transmetohet në disa transmetime, ka ardhur një njeri ka pas emrin Harb, që nëse përkthejmë shqip domthon luftë. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ja ka ndryshuar për në kuptimin e të mirë, do thot paq. Transmetohet në një rast tjetër ka ardhur dikush e ka pas emrin Murra, që nëse përkthejmë në shqip domthon i hidhur, domthon diçka i idh.
edhe pejgamberi sa ja ka ndryshuar, do thot me emër më të mirë. Edhe në këtë rast kur ata kanë thonë që na do të jemi ata fanatik në Zotin, kanë thonë mos nuk ka nevojë me qenë fanatik, domethënë jo me ardh tek nuanca se fanatik në kuptohet edhe kjo nuanca e teprimit, po gjithashtu edhe nuanca e një lloj pasimi të verbër, apo kupton, pa dituri, pa njohuri, pa temel, domethënë veç modhon. Prandaj edhe pejgamberi sa u mohon kët, edhe ma ndryshon, thotë ju jeni vetëm të Allahut, edhe kjo është e mjaftueshme. Prandaj edhe ky identitet pra që e ka atë perspektivën e ignorancës, xahilietit, është përdor edhe kuptimi i tij ka qenë do thotë një lloj teprimi, një lloj fanatizmi, një lloj pasimi i verbër, atëherë pejgamberi sa e ka ndryshuar edhe i ka kthyr që ju jeni të Allahut. Pra vendosi që besimi me qenë me bindje edhe njohuri dhe dituri, e jo vetëm me bindje edhe ashpërsi pa bazë edhe pa temel. Pra, me një fjalë, Islami jo me konë nuk e pranon sjelljen pa njohuri. Me thonë, qështu, po ta mërmenja dhe po duket që është mirë, pa pas në një argument qartë edhe një temel, mbi cilën ti po e ndërton qatë njohuri edhe qatë pretendim tonin. Pra, mund me thonë arrogancë morale, apo kështu me pas një lloj teprimi, veç pse po ta mërmenja si qashtu ty është ma mirë. E keni parasysh, dikush mundet me thonë, valla une pi fali 6 vakte namaz, se muj me falë. Jo, Islami ti ka caktu, do thonë këto kufi, edhe që sa i dush mi ju përmbajt. Prej gjërave që përmendet në këtë kontekst, apo në këtë vit, është që është edhe një ngjarje. Kjo është do thot dërgimi i Muadh ibn Jabelit në Yemen. Edhe kjo është do thot një ngjarje e njohur dhe disa është shumë mallëngjyse ajo ngjarje që ka ndodhur me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam edhe me Muadhin, për arsye se e ka dërguar Muadh ibn Jabelin pra në Yemen për me i mësu njerëzit edhe gjykatës i tyne me qenë edhe me ka një lloj referencë fetare për problemet edhe gjërat me cilat ballafaqohen banorët e Yemenit që ky me qëndru atje. Edhe kur faktikisht Muadh ibn Jabeli ka qenë shumë i lidhur me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Është ai që ka shkuar edhe në Medinë mas pari. E ka dash shumë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Jashtëzakonisht e ka dash shumë. Edhe prandaj kur ja u ka dërgu, ju ka shkrujt atyre, ka thonë, po ja u dërgoj ma të mirin prej familjes teme. Pra e ka qujt familje, ka thonë, po ja u dërgoj ma të mirin prej familjes teme, me qenë me juve. Që me kallëzo që ky njeri që po vjen te ju nuk është një njeri i thjesht, është një njeri që vërtet është ma i miri prej të mirëve. Edhe tregohet personalisht pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur e ka përcjell, e ka marr, me thonë kushtimisht për kërpeshit deves, edhe e ka qit Muadhin lart, edhe e ka përcjell, edhe e ka qit, e keni parasysh, e kemi përmend disa herë, përcjellja edhe pritja e njerëzve që kanë dalë në qytet, kanë hyrë në qytet, na tash po pritojmë përcjellje deri te dera, po atëherë kanë qenë tjera rrethana, udhimi ka zgjat me muj, ka zgjat me vite, edhe prandaj edhe përcjella mallëngjimi ka qenë që me përcjell pak ma gjatë. Edhe te ne ka qenë kur për shembull ka qenë udhimi në Kam, ka qenë marrë me përcjell veç deri te dera, duhet me dalë në mahall ose në ndalje të fshatit ose të qytetit edhe pastaj me vazhduaj udhimin vet. Kjo ka qenë adet, edhe kështu ka vepruar edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe kur e ka marrë, e ka përcjell do thotë duke mbajt ashtu, edhe për me e tregu respektin edhe dashurinë që e ka pas. Edhe ja thot edhe hadithin e njohur që e keni dëgjuar ndoshta në disa raste, innaka ta'ti qauman ahlu kitab, o Muadh, dije që je të shku te një popull që e kalumja e tyre ka qenë çka? Ahlu kitab, se ata kanë qenë krishterë. Yemenit kryesisht kanë qenë krishterë. Ka thonë janë do thotë që historia e tyre kanë qenë janë ahlu kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum, letjet e para çka i thirr ata, çka? Dëshmia, shahadeti, që nuk ka zot tjetër përveç Allahut, edhe se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është i dërguar i tij. Domthonë kjo do të jetë e para që i thirr. Fa in hum ata'uka, nëse në këtë pasojnë, atëre akhbirhum, thuaj atyne që Allah i Madhërisht më ka bë urdhër që gjatë ditës edhe natës mi fal 5 kohë të namazit.
Obligimin e faljes së 5 kohëve të namazit. Thot nëse këtë ta pranojnë dhe e kuptojnë këtë dhe fillojnë, atëherë tregojë që Allah i Madhreshmi u ka bë obligim dhënien e zekatit. Me marr pasurinë e të pasërve, e keni parasysh zekatin me ia dhënë të varfërve. Edhe këshillon thot kur të bën këtë procedurë, thot ki kujdes kur t'ja u mersh njerëzve pasurinë, edhe vinë, shkon edhe i ka devet, i ka delet, zakonisht atëherë ka qenë në bagti, edhe mos ja u merr, për shembull nëse ka me dhënë një viç ose një lop për zekat, mos shko ti me marr më të mirën. A ki parasysh, për arsye se mundet ai mjudhim taj. Po merr diçka mesatar ose më thjeshtën prej atyre bagtive, për arsye se mundet me një veten që i dhimet, është do thotë e keni parasysh edhe lidhja emocionale e pronarit me bagti, e din, është do thotë bajagi e madhe, prandaj ka thënë ki kujdes mos ja u merr atë që e dojnë shumë. Ajo që ka është do thotë ma e vlefshme për të, le atë merr diçka pak më thjesht, për shkak se kështu do thotë i lën me rahat, do thotë e dhajnë edhe çata që e dhajnë me qef, jo do thotë diçka që i dhimet. Prandaj edhe kështu e këshillon. Dhe nga ky hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka shumë mësime, na mund me këtë ligjëratën në ban këto pika edhe çka përmenden në këtë hadith, po vetëm po du me dhënë një mesazh mësimi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe që kjo shkallëzimi në thirrje, mos me pas me nis prej atyre gjërave prioritare njerëzit kur diskutojmë dhe bisedojmë me ta, mos me filluan gjërat të thotë dytësore apo tretësore m'ia usqaru aty kur në gjërat elementare nuk kanë njohuri apo nuk janë duke i pranu. A e keni parasysh? Prandaj është e rëndësishme kjo, e keni pa nganjëherë edhe ajo praktika që thotë mishti edhe me kpuc, është do thotë një lloj metafore që me e kuptu që disa sene pastaj bëhet kalitja. Pra e rëndësishme është me e kuptu ato gjërat thelbësore, pastaj me kalimin e kohës do thotë gjërat mësohen, edhe shkallëzimi është i rëndësishëm. Veçantia e këtij hadithi është se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur fillon ai momenti i ndarjes, edhe i ndalet thotë o Muadh, thotë ka mundësi thotë kur kthehesh mos më gjet më këto. Edhe kjo ishte do thotë edhe një lloj paralajmërimi për Muadhin, edhe vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e kishte, nuk e ka ditë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam të fshehtën, nuk e ka ditë kur ka me vdek. Mirë po e ka pa edhe paralajmërimet edhe gjërat që është afër ndrimit të jetës. Prandaj edhe i thot Muadh ibn Xhebel, thot ka mundësi kur kthehesh mos më gjet mo. Edhe ka mundësi thot ki me kalu afër kësaj xhamie, pra xhamisë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe ki me kalu afër varrit tam. Që me një fjalë ki me mpa të varrosën, s'ki me mpa mo të gjallë. Edhe kështu i thot Muadhi, edhe Muadhi e kupton edhe mërzitet. Mërzitet për arsye se është një lajmërim prej pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe në fakt kështu ndodh. Muadhi kur kthehet vetë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka ndruar jetë edhe nuk është më. Edhe kjo ishte do thotë ajo ndarja mallëngjyse pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me këtë njerëz që vërtet e ka dashur edhe ka qenë më i afërt i tij, shumë lidhje kanë lidh me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, gjithashtu edhe shumë hadithi ka transmetuar prej tij, e ka dashur pejgamberin sallallahu alajhi wasallam vazhdimisht edhe jashtëzakonisht, edhe kjo është do thotë ajo ndarja emocionale që e ka karakterizuar këtë Muadh ibn Xhebelin edhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe kështu e përshëndet edhe ndahet, edhe kur kthehet pastaj Muadhi, pra nuk e gjen Muhamedit sallallahu alaihi wasallam vetë ka vdekur. Kjo ka qenë do thot ajo momenti i fundit i Muadhit me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Prej ngjarjeve që përmendet në këtë rast është që edhe pas kësaj gjithashtu pas Muadhit e dërgon, e keni parasysh këto dërgesat vazhdimisht kanë qenë koncentrimi në Yemen. Për arsye se shumica dërmuese në këtë pozicion që e përmendëm gjeografik e kanë pranuar Islamin me një rezistencë shumë thjesht apo fare. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vazhdimisht ka dërguar delegacione dhe njerëz për m'ia mësuar fenë këtij rajoni vazhdimisht. E prej njerëzve që e dërgon ka qenë edhe Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari edhe ky ka qenë pej trinjve, nuk ishte që kishte ndonjë të kaluar gjatë Islamit, mirë po ka qenë shumë i mëshëm, edhe ka pas një mendje prasi shumë të madhe, edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i zgjedh thotë edhe ti me shku mas
Muadh ibn Xhebelit. Edhe thot me vazhdu edhe mi najt gati edhe me pra nuk është që ka najt ata në një vend, po si kuptohet nga hadithi edhe nga ngjarja, kanë shku në vende të ndryshme, mirë po kohë pas kohë në taku. Edhe e porosit thot me disa porosi yessira wala tu'assira. Edhe këtë hadith ndoshta keni dëgjuar në raste e përmendin hoxhallarët në përgjithësi, që ju ka thënë kur pra tash po e porosit Ebu Musa al-Ash'arin, po e porosit që mi thonë edhe Muadh ibn Xhebelit që në predikim, në shpjegime, lehtësoni edhe mos e vështërsoni. Pra mos u bëni të vrazhd, mos u bëni arrogant, po mundon do thot me fjalë të mira, me fjalë të lehta, me shpjegime të lehta, m'ia mësu njerëzve Islamin. Yessira wala tu'assira. Bashira wala tunaffira. Përgëzoni e mos kërcënoni. A keni parasysh? Kur ti mësoni njerëzit, paralimroni për gjanat edhe për hjeshit edhe mirësit e Islamit edhe xhenetit edhe gjara, jo për gjana do thot e kërcënuese. Pra jepni prioritet të përgëzimeve, jo do thot të kërcënimeve. Pra arsye se të dyja janë opsionale, po duhet me pas parasysh që përparësi kanë do thot të përgëzimet edhe lajmërimet e mira për njerëzit në përgjithësi. Edhe fjala e fundit tatawa'a wala takhtalifa. Fjala e fundit ndërlidhet më shumë ndërmjet Ebu Musa al-Ash'aris edhe Muadh ibn Xhebelit. Thot respektojeni njëri tjetrin edhe mos u përçani. Domthon tash ti kur shkon atje, mos u bëni tash me pas në veti mos pajtime edhe me kriju pra përçamje, po mundoni që me pas respekt të ndërsjell edhe nëse në një situatë, në një rrethon nuk gjeni pra mos pajtim, megjithatë respekti me kanë mbi këtë gjë. Edhe kjo është do thot një parim shumë i rëndësishëm në Islam, në përgjithësi që na mëson pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me këto porosi që besimtari duhet vazhdimisht me qenë parim i veprimtarisë ti këto tri gjana, pra lehtësimi, përgëzimi edhe respekti ndaj posaçërisht në ata kolegëve apo njerëzve me të cilët shtegton së bashku në rrugën e davetit në përgjithësi. Kjo është do thot ajo çka nxjerrim pra nga kjo porosi e Ebu Musa al-Ash'ari. Ebu Musa al-Ash'ari, sa për informacion, ka qenë nga njerëzit shumë pra përmendet që ka pas me një prasi, edhe Ebu Bekri e ka ba udhës edhe ka dërgu kështu në këso delegacione, edhe Omeri radiallahu ta'ala anhu, edhe Othmani, edhe Aliu. Megjithse, posa që shijat ka një mendim shumë negativ në këtij njeri, për arsye se në mospajtimin mes Aliut edhe Muaviut ka ba një lloj ijtihadi, inshallah muj me spjegu kur mrim atë, që sipas shijave e ka ba dhe ba një lloj sipas tyre ka ba një lloj preferencë ndaj Muaviut, edhe prandaj edhe e shajnë edhe akuzojnë shumë, që faktikisht nuk ka qenë kështu ky realitet, ka qenë një njeri shumë i respektuar edhe prandaj edhe e vrem edhe veprimtarinë e tij me të gjithë njerëzit e kanë konsideruar do thot në këtë nivel. Po për shkak të disa veprimeve që kanë ndodhur pastaj me sahabët në përgjithësi, pastaj ja marrin këtë si të madhe edhe fillojnë me akuza shumë tranta. Prandaj po e përmendin që me pas parasysh në disa situata rrethana, megjithëse shijat në përgjithësi asnjë prej sahabëve nuk i respektojnë përveç një 2-3. Pra, të gjithë ata pretendojnë se kanë ndryshuar edhe kanë dezertuar edhe kanë dalë prej fesë, përveç Aliut radiallahu ta'ala anhu edhe 2-3 sahabi. As Abasi, Abdullah ibn Abasi, as njëri prej tyre. Mirë, po tash disa i kanë në drejtë shumë të akuzës e sharjes e ofendimit, e prej tyre është edhe Ebu Musa al-Ash'ari, që është nivelin e Abu Bekrit, Omerit, Othmanit, pra e akuzojnë edhe e shajnë shumë. E përmendam për me pas parasysh, inshallah nëse shpjegojmë tutje për ngjarjet mas ndrimit jetës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, mund mi sqarum disa detaje pak ma qartë. Prej gjërave tjera që ka vepruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam gjithashtu për me një men është që e ka dërguar edhe Aliun radiallahu ta'ala anhu si gjykatës edhe si shpjegues në këtë vend. Pra në Yemen, në një pozitë prej pozicioneve krahinave të Yemenit, edhe tregon Aliu në disa transmetime që kur është nis
ka pas një lloj, me thonë, pasigurie në veten e vet. Për arsye se ka qenë i ri, nuk ka qenë shumë i vjetër Aliu, edhe i ka thot, oj dërgumi i Zotit, ti mu po më qenë gjykac në një vend që ata janë shumë të vjetër edhe njerëz që kanë përvojë, kanë asi, nuk pesho veten që jam shumë i Zotit për me bë këtë punë, për çka po më qenë ti mu. E ki parasysh një lloj pasigurie tash qyshu në njerëzit që shku me gjyku, çfarë probleme kanë me ndodh, a jam i aftë apo si jam i aftë, atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u lut për ta. Thuhet në disa transmetime e ka kap, do thotë ja ka qit dorën në gjoksin e tij edhe është lut për të, edhe i ka thonë mos gjyko derisa ti dëgjosh dy palët. Pra në çdo situatë, në çdo rrethon, kur të vinë njerëzit edhe dojnë me ta trajtu problemin e tyre, mos u gut me dhon verdiktin, me dhon do thotë vendimin pa i dëgjuar dy palët. E kur ti dëgjon dy palët edhe analizon situatën, pastaj gjyko. Edhe po tregon Aliu radiallahu ta'ala anhu pas kësaj, domthon kur ka u lut pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ja ka dhënë këtë këshill, thot asnjë çështje mos kum pas problem kur kum pas rrethana domthon gjykimit. Edhe faktikisht kështu njihet Aliu radiallahu ta'ala anhu. Shumë raste edhe Omeri radiallahu ta'ala anhu kur o kon halife, kur ka pas në një situatë shumë vështirë, e ka thirr Aliun. Edhe ka thonë qysh mja ba, edhe Aliu e ka drejtu, e ka orientu. Bile ka transmetime që vetë Omeri ka thonë, po të mos ishte Aliu, do të humbte, do të shkatrohej Omeri. E keni parasysh, kështu ka thonë në disa transmetime, edhe këtë ja keqpërdorin shijat prap, me thonë qyre qa po thot Omeri, që Aliu e ka, e nxjerrin nga konteksti i fjales, edhe konsiderojnë që qyre që ka thonë Omeri për Aliun radiallahu. Nuk ka dyshim që edhe Aliu ka qenë në nivelet larta, edhe musliman posaçërisht sahabët i këshilluan mes vete. Omeri e ka pyet edhe Abdullah ibn Abbasi që ka qenë fëmijë atë kohë, domosdoshmë shumë djalosh ka qenë, e ka pyet për arsye se ka respektuar djehurinë dhe diturinë e tij. Pra, këso forma të komunikimin me sahabëve ka qenë shumë e njohur edhe shumë e pranuar. Pra, ai parimi i respektit të ndërsjell edhe marrjes së diturisë ndaj njëri tjetrit ka pas modesti në nivelin më të lartë. Pra, asnjëri nuk e kanë pas që ndoshta mundet me qenë fenomen tash fatkeqësisht edhe tek na hoxhallart, pak i vjen rën me një pej dikujt në i hoxhe që është më i ri ose që ka njohuri më shumë me vetë në një mesele, që ai mundet me pas njohuri, ajo tek sahabët nuk ka qenë fare domthon e diskutueshme. Prandaj edhe ka pas të thotë secili prej tyre ka thonë mos keniti diçka prej pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e kanë vetë njëri tjetrin për arsye se kanë qenë uritur për me ditë të vërtetën e sakt e jo për me shit mend për veten e tyre se kanë njohuri apo i din e aq më pak me i thon vetes se i din të gjitha. Prandaj edhe kjo ka qenë edhe praktika e Omerit, pra në disa rrethana e thirrne. E përmenda këtë ngjarje për me kuptuar që Aliu pas kësaj thotë domthon doaja pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, maraku i tina fillimisht edhe doaja edhe praktikimi zbatimi kësaj konkretisht kësaj praktike që mi dëgju palët, e ka bërë që me e aftësu këtë qasje edhe me arrit pra këtë veprim edhe këtë gjë në përgjithësi në jetën e tij të përditshme. Pra, vëllezër të nderuar, këto janë disa ngjarje të cilat kanë ndodhur në vitin e 10 të Hijrit. Janë edhe disa ngjarje të thjeshta, unë s'po du me i përmend, po ajo çka mundem me përmbledh në përgjithësi që viti 10 nuk ishte ndonjë vit që ka pas ndonjë luftë apo ndonjë betejë apo ndonjë zhvillim të jashtëzakonshëm përveç atij haxhit, për cilën do të flasim inshallah dersin e ardhshëm, do të fillojmë ta diskutojmë edhe ta trajtojmë, po mundet me domethënë përmbledh ajo se ka qenë një ngjarje që ka pas delegacione që kanë ardhur te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka vazhduar ajo ardhja, po gjithashtu edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka dërguar njerëz për m'jau përcjell mësimet edhe m'jau mësu Kur'anin, sunetin, praktikën e Islamit në përgjithësi në vende të ndryshme. Unë i përmenda vetëm disa, ka dhe raste tjera dhe ka dhe njerëz tjerë. Pra, mos mendoni vetëm këtu, po këtu i përmenda
për arsye se janë më të njohura edhe prej tyre nxirren disa hadithe që faktikisht ndoshta ju si kërkues të dijes edhe që i përcjellni prej hoxhallarëve kur i përmendni e bëni çat ndërlidhjen e mozaikut që e kemi përmend disa herë që po kur e ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vitin e 10, Muadh ibn Xhebelit, kjo ngjarje ka ndodhur këtë kohë. Edhe i bëni do thotë të ndërlidhje, edhe në mendjen e ju, logjikën juaj do thotë bëni një lloj radhitje të ngjarjeve edhe haditheve se kur janë thonë, për arsye se sikurse ajetet që kanë rëndësinë kur kanë zbrit edhe me çfarë ngjarje ndërlidhet, gjithashtu edhe hadithet e kanë këtë. Edhe në përgjithësi edhe hadithet janë të rëndësishme me kuptuar çfarë rrethane ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam hadithin për me e kuptuar qartë komentimin e tij. Prandaj karakterizohet me dërgimin pra fillimisht tash me ardhin e disa delegacioneve, e dyta pra karakterizohet edhe me dërgimin e sahabëve të dijshëm, dietarëve prej tyre si gjykatës, si udhëhes, si davexhi në vende të ndryshme në tek fiset e ndryshme. Pastaj edhe një hap tutje, krahas thirrjes në islam, edhe një koncentrim në aspektin juridik islam. Domthonë caktim i ligjeve, i rregullave, gjykimi, pra nuk është vetëm thirrje, falje, namaz, po tash edhe jeta shoqërore që ndërlidhet edhe me rrethanat edhe problemet e ndryshme, sikurse mënyra e nxjerrjes së zakatit, pastaj edhe gjykimin në konteste të ndryshme, qofshin ata konteste të ndryshme, domthonë telashet gjithmonë mes njerëzve ekzistojnë, pavarësisht a janë musliman apo diçka tjetër, edhe që ato të zgjidhen në forma dhe në mënyra më të drejta. Prandaj edhe e shohim do thotë një koncentrim i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në këtë aspekt që nënkupton atë jetësimin e praktikës fetare edhe në aspektin juridik edhe të drejtës islame të fikut në përgjithësi. Pra arsye se kur themi na fik nuk është për qëllim vetëm falja namazit edhe rregullat, adhurimet, ibadetet në përgjithësi, po dalim në kontekstin e transaksioneve, gjykimeve, edhe në aspektin e krimeve apo gjërat që ndërlidhen me jetën e shoqërore në përgjithësi. Pastaj edhe largimin e disa gjërave që ka të bëjë me xahilietin, që tregohet që harrova me përmend që Xherir ibn Abdullah el-Bajali kur është nis rrugës e ka porosit pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka thënë po të porosis edhe për një punë me makry, edhe ja ka përmend një vend që ka qenë në Yemen, e ai vend ka qenë si fshat, po o ka një lloj tempulli aty, një lloj vendi ku njerëzit e kanë madhru atë vend idhujtar, ka pas idhuj aty, edhe bile ai vend sikurse është krahasuar edhe me Çabën. Edhe i thot porosis me shku me shkatruar atë. Edhe Xherir ibn Abdullah e merr përsipër edhe shkon e shkatron atë vend. E keni parasysh që me i rënu edhe ato mbeturinat e idhujtarisë që kanë mbetur aty këtu. Sikurse që ka ndodhur me Mekën që është pastru, edhe në përvendën në Siudhesën e Arabisë, pra mi largu ato mbeturinat e xahilietit në përgjithësi. Pra kjo ishte të thotë në përgjithësi karakterizimi i këtij viti, inshallah këtu po e ndalim, s'po du mu fut në ngjarjet që ndërlidhen me haxhin lamtomirës, për arsye se po e lëm këtë një në fillim të dersit më mirë edhe e shpjegojmë sa do të zgjatet një apo dy derse ta shohim inshallah me lejen e Allahut, e me kaq po e mbyllum. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.